Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga diabeti, 8 ushqimet që duhet të hani për të ulur sheqerin në gjak. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë shumë e vështirë, sidomos në ditët e sotme. Prandaj çdo frut ose perime që konsumoni duhet të jetë e duhura, jo vetëm për shëndetin, por për të gjithë organizmin. Prandaj në këtë video, sipas del saj, do të rendisim disa nga ushqimet të cilat ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të llogatjeve të sheqerit të diabetit të tipit 1 dhe diabetit të tipit 2. Peshku. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burime të mira për yndyrnat omega-3, acidet DHA dhe EPA, që ndihmojnë me zemrën. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet i konsumojnë pasi janë në predispozit për të prekur nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Ushqimet e gjelbra. Perimet si spinaçi, lëmpjeta, sallatat janë plot me vlera por me pak kalori, duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasur me vitaminën C, që luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë. Kanella. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin të ulë edhe kolesterolin dhe të ndihmojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj kundër triglicerideve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mos vuani gjithashtu nga llogatja e sheqerit në gjak, atëherë duhet të përfshini edhe kanellën në dietën tuaj. Vezët. Vezët janë me të vërtetë një nga ushqimet e pakta me vlera të larta ushqyese shëndetësore. Përveç se të mbajnë në gjatë të ngopur, nëse konsumohen rregullisht, ato ulin rrezikun për sëmundje në zemër. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Në dietën tuaj duhet të përfshini edhe kosin. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mirë për personat që tashmë vuajnë nga diabeti. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit ekuilibron sheqerin e gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Te personat me diabetin e tipit 2, kosi ndihmon për të rënë nga pesha dhe ndihmon gjithashtu sistemin tretës. Arrorët. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat rriten shumë më lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre arrin të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit dhe uljen e sheqerit në gjak. Brokoli. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbrojtjen e qelizave nga radikalet e lira që prodhohen gjatë proceseve të metabolizimit. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit ndryshe mund të quhet si balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL, që është e para të jetë në shifra jo të përshtatshme te personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër më të shëndetshme. Baza juaj duhet të jetë gjithmonë e fokusuar te ushqimet e duhura, të cilat do të ndikojnë pozitivisht për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Është e rëndësishme të ruajnë nivele normale të sheqerit në gjak për të pasur një shëndet më të mirë. Niveli i sheqerit varet drejt drejti nga aktiviteti fizik, faktorët e trashëguar dhe ushqimet që ju hani. Nëse jeni me diabeti dhe vuani nga llogatjet e sheqerit, duhet të tregojeni të kujdesshëm me ushqimet që hani për ta mbajtur nën kontroll diabetin. Kafeja. Pirja e kafes me kafein mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2, tregojnë ullumtimet. Antioksidantët në kafe rrisin ndjeshmërinë ndaj qelizave tuaja ndaj insulinës, të cilat ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Kanella. Ka disa ullumtime që sugjerojnë se kanella mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak.
Një studim i vitit 2003 botuar në Diabet Care zbuloi se diabetikët e tipi 2 që konsumonin sa më pak ushqime të dëmshme dhe shtonin të paktën 1 gram kanellë çdo ditë për 40 ditë kishin nivele të ulta të glukozës në gjak se ata që nuk e bënin atë. Drithrat e plota. Përzgjedhja e drithrave të tilla si buka e grurit të plotë dhe makaronat, elbit, misri dhe tërshëra në vend të atyre të rafinuara mund të ndihmojnë në përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës. Një pjesë e tyre është se ato kanë fibra. Fibra e tretshme mund të ndihmojë në rregullimin e sheqerit në gjak duke ngadalësuar thithjen e sheqerit nga ushqimet që ju merrni. Diabeti është një sëmundje kronike, e cila nëse nuk mbahet nën kontroll mund t'ju kushtojë edhe jetën. Ndaj, duhet të tregoheni më të kujdesshëm me simptomat e tij dhe ta menaxhoni si duhet duke adresuar kështu edhe tek mjeku. Në të gjithë botën, personat e prekur nga diabeti janë me miliona, por diagnostifikimi është vërtet i ulët, ndërsa në vitin 2030 pritet që njerëzit me diabet të jenë rreth disa milion më shumë. Me rastin e ditës botërore të diabetit, ekspertët dolën në përfundim se disa ndryshime të lehta në dietën tuaj mund të përbëjnë një faktor pengues për luhatjen e sheqerit në gjak dhe t'ju ndihmojnë vërtet shumë në menaxhimin më të mirë të tij. Nëse doni që të kontrolloni gjithashtu nivelet tuaja të sheqerit në gjak, duhet të jeni më të vëmendshëm ndaj ushqimeve që shtoni në menun tuaj ushqyese dhe disa alternativa të tjera. Ja cilat janë disa këshilla sipas ekspertëve që duhet të ndiqni edhe për të përmirësuar dhe mbajtur nën kontroll diabetin e tipit 2. Konsumoni gjithmonë dietën mesdhetare. Një dietë e pasur me fruta, perime, peshk dhe zarzavate ndihmon për të shmangur fillimin e sëmundjes së diabetit. Kujdesuni të keni një peshë të përshtatshme. Nëse jeni mbi peshë, humbisni disa kilogram për të reduktuar ndjeshëm rrezikun e diabetit, duke përmirësuar mirëqenien e përgjithshme të trupit tuaj. Ushqimet. Ushqimet si frutat, perimet, bishtajat, drithrat ndihmojnë për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak. Zgjidhni ushqimet kryesore. Studimet të shumta tregojnë se vitaminat C dhe K dhe magnezi mund të kufizojnë shanset e prekjes nga diabeti tipi 2. Veçanërisht rekomandohet ananasi, perimet me gjethe jeshile të errët dhe avokado. Bëni aktivitet fizik. 30 minuta në ditë ushtrime fizike janë të mjaftueshme për të ndihmuar trupin kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Bëni analiza të gjakut. Mund të nxjerrni në parë rezistencën e çekulibrave të cilat pastaj mund të çojnë në fillimin e sëmundjes. Një diagnozë e hershme është në gjendje të vonojë ose të parandalojë zhvillimin e saj. Vëmendje ndaj simptomave kur i shfaqen ato. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse keni etje të tepërt ose urinim të shpeshtë, humbje peshe drastike dhe vizitoni mjekun tuaj nëse keni shikim të paqartë dhe gjymtyrë të mpira. Nënshtrojuni kontrolleve periodike. Kontrollet në intervale të rregullta kohore zvogëlojnë shanset dhe goditjeve nga komplikacionet më të rënda që lidhen me këtë sëmundje. Për më shumë informacione duhet të kontaktoni më shpesh me mjekun tuaj. Tregoni kujdes me karbohidratet. Mundohuni të hani sa më shumë ushqimet cilësore dhe hani sasi të duhura të karbohidrateve në ushqimet tuaja. Gjithashtu, informohuni më shumë rreth çështjes suaj shëndetësore. Kontaktoni mjekun specialist për një recetë dhe një dietë personalizuar për të marrë këshilla të dobishme për aktivitete fizike ose këshilla të vlefshme për stresin dhe sugjerime të tjera në çdo faktor të rrezikut të sëmundjes. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, mos i neglizhoni gjithashtu edhe simptomat që trupi juaj është duke shfaqur. Diabeti është kërcënues për jetën dhe nuk duhet ta anashkalohet. Duhet të adresohet tek mjeku përkatës dhe mbi të gjitha, trajtimi i tij duhet të jetë gjithmonë individual, citojnë ekspertët. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.